Ka përfunduar në Korçë edicioni 4 i Gjon Mili Video Art Festival, aktiviteti që për 3 ditë me radhë ktheu qytetin në një pikë takim të artistëve, kineastëve dhe krijuesve nga vende të ndryshme të botës. Festivali solli për publikun një program të pasur me video art, filma të shkurtër, dokumentar, ekspozita dhe projekte të artit bashkëkohor, duke promovuar dialogun kulturor dhe shkëmbimin artistik ndërkombëtar. Mbrëmja përmbyllse u shoqërua edhe me një performancë të veçantë muzikore në ambientet e teatrit Andon Zako Çajupi, ku kitaristi italian Nicola Montella interpretoi pjesë nga repertori muzikës klasike dhe bashkëkohore. Është hera e parë që vi këtu në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur që po jap këtë koncert në Korçë. Qyteti është shumë i bukur. Më thanë se Korçën e quajnë Paris i vogël dhe jam shumë i lumtur që interpretoj edhe një vepër franceze romantike të shkruar në nder të Parisit dhe të Korçës. Pash gjithashtu se në qendër të qytetit ka një skulpturë kitare, gjë që është shumë e bukur. Më pëlqen shumë atmosfera këtu. Tema e koncertit është dashuria. Do të nisi me një kompozitor francez, më pas do të interpretoj një pjesë nga Schubert dhe do ta mbyll me disa pjesë spanjolle. Në përfundim të këtij edicioni në Korçë, krijuesja Ylka Gjollesha tha se tashmë Gjon Mili Video Art Festival do të vijojë edhe në jug të vendit. Në këtë edicion, Festivali Gjon Milit ka pasur një prurje, përveç një prurje shumë të lartë artistësh që në fillim me aplikimet, gjithashtu edhe ka pasur gjithsej 45 artistë të cilët i ka shfaqur në lokacione të ndryshme. Festivali vazhdon edhe më tej, sepse ne do të jemi javën që vjen në Himart, eksaktësisht në fshatin Ndërmi. Gjon Mili Video Art Festival konfirmoi edhe një herë rolin e tij si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në Korçë, duke sjellë në qytet artistë dhe krijimtari nga mbar bota dhe duke kthyer Korçën në një qendër të rëndësishme të artit bashkëkohor ndërkombëtar.